qoftë një situatë hipotetike do mbyllej edhe Bosfori. Apo në Turqi nuk u ka vajt mendje për këtë kërcënim? Jo, në fakt është debatuar pak edhe në median turke, por jo sepse janë dy fraksione krejt të ndryshme, janë dy gjëra krejt të ndryshme, cila për ngushticën e Bosforit nuk kemi një marrëveshje të nëpërparshme, në fakt në arenën ndërkombëtare që do të jetë është e përcaktuar dhe në fakt ajo deri me 2-3 mars të muajit të kaluar ka qenë e hapur, pra nuk kemi pas një problem të tillë tani, kurse tani është bërë problemi, pra është bllokuar nga Irani, por në njëjtën kohë është bllokuar edhe më sipër ngushticës së Bosforit, se në falet e ngushticës së Hormuzit e ka bërë një blokad Amerika, pra aty kemi në fakt dy ngushtica të cilat e ngushtojnë njëra tjetrën, kurse me ngushticën e Bosforit jo, sepse kemi marrëveshjen e cila i përcakton ato, ku ka tash 103 vite që është në fuqi dhe nuk ka luajtur fare. Pra është një gjë krejt e ndryshme. Turqia ka si armë të fortë në dorë, edhe këtë kanal tregtar. Po e ka si armë shumë të fortë dhe biles ky rëndësia e kësaj ka dalë fiks atëherë kur filloi lufta në Ukrainë, pra para 4 viteve e cila e ka të drejtë në Turqia që të mos lejoj pra të kalojnë anijet luftarake në municione të ndryshme apo jo vetëm thjesht shteteve që janë breg i saj, pra breg i Denizi apo mesdheut, pra si të fjalë Greqia dhe Rusia, Ukraina të tjerë, por asnjë pra as anijet amerikane dhe asnjë nuk ka lënë, pra as aleatët e vetë të NATO-s nuk ka lënë që të shkojnë, që ju kujtohet domethënë para 4 viteve që u bënte fjalë që të shkojnë edhe anijet amerikane në detin e Zi, nuk i ka lejuar sepse marrëveshja që është bërë për ngushticën e Bosforit dhe ngushticën e Dardanelëve, fakti janë dy ngushtica. Kjo ka dhënë atë forcën e Turqisë, e cila me të vërtetë është një gjendje të kontrollojë në situata të vështira, por në gjendje lufte është një gjendje të kontrollojë edhe hyrjet nga deti i Zi për mesdhe, por edhe nga mesdhe për në detin e Zi, e cila me të vërtetë ndoshta jep edhe atë forcën strategjike e Turqisë, plus është edhe aleate e NATO-s, pra është aleate e NATO-s, por nuk le të kalojë edhe anijet amerikane apo e NATO-s, po ashtu edhe anijet ruse, e cila me të vërtetë që Ankaras i jep një joker shumë të fortë në diplomacinë ndërkombëtare. Me që jemi këtu, kush përfiton më shumë nga shtetet në këto dy ngushtica me kalimin? Në Turqi totalisht është 100% përfiton Turqia, e cila ka domethënë çelësin edhe dorë, e ka dhe lejën e vetë në dorë, pra ka lënë, por normalisht nuk pengon, nuk janë penguar kurrë dhe anijet e biznes, anijet e këta në asnjë lloj mënyre, biles edhe tarifat e tyre janë pas bërë atëhera me para 100 sa viteve, janë pas bërë dhe me atë që janë vënë në atë kohë, ende vazhdojnë të jenë për të njëjta çmime, pra kemi një stabilitet në saj dhe jo thjesht për një dekada për 2 dekada, por për bëhet fjalë për 10 dekada që vazhdon të jetë një marrëveshje e cila Turqisë e favorin e vet normalisht, por edhe për fitime ekonomike, por nga ana strategjike shumë e rëndësishme, kurse për ngushticën e Bosforit tashmë në sa duket pas në hyrjes së Amerikës dhe Izraelit në Iran, kjo do të jetë një gjë krejt tjetër, e cila është shumë e vështirë që të themi të paktën se që të themi që kjo do të menaxhohet nga dikush tjetër përveç Iranit. Është edhe Omani pjesë e ngushticës ku ina i gjiri i vogël atje, por gjithsesi forca e përcakton këtë, por duket që Irani nga kjo bomba atomike mund ta quajmë ne, nuk duket që do lëshojnë pe qoftë se edhe sistemi i Iranit ndryshojnë përsëri tashmë këtë joker që e ka kapur në dorë, pra që erdhi fati në kuptimin e mirë të fjalës, sepse në luftë nuk ka fat, por ndër kjo do të jetë një gjë shumë e rëndësishme ndoshta edhe për dekada më radhë të Iranit, por edhe pse për shembull ditën e sotme që flitet për pas nesër do të dalin nga OPEC-u edhe Omani, pra të dalin edhe ato shtetet që provojnë ashtu gjoja për të dalë nga të dëshitur sa më shumë, përse i pa kaluar për atë ngushticë është shumë e vështirë, ndoshta mund të kemi për dekada më vonë, por pak në fakt për një dekadë është shumë e vështirë eksportimi i karburanteve dhe i dhërave të plerave të cilat prodhohen në rajon pa kaluar në ngushticën e Bosforit, kështu që i jep një gjë shumë të rëndësishme Iranit në dorë, dhe debatet në fakt në ditët e sotme Dilbert që të shumë mirë është që tash anije që do kalojnë anë do paguajnë disa euro apo dollar me atë, dhe Amerika kërkon me patjetër që të paguajnë me dollar, pra petrodollarit e jetë në fuqi, sepse ajo është që Amerika ka bërë perandëritë e vetme në botë,
Dhe kjo do të ruhet normalisht, se Amerika nuk lëshon pede, më thonë, nuk lëshojnë shumë gjëra, po ashtu kemi edhe prononcimet e kancelarit gjerman i cili tha që për Amerikën tashmë për Trumpin nuk ka rëndësi arsenalin nuklear apo bombat atomike dhe nukleare që mund të prodhojnë Irani. Pra edhe Amerika ka ndryshuar strategjinë atje e cila të gjithë ato që ishin përpara pikat kryesore të marrëveshjes tash duket që kanë kaluar dorë 2 dorë 3 për Amerikën dhe dora parë është bërë ngushtica e Hormuz. Po në çfarë drejtimesh po lëviz Turqia për konfliktin aty ditët e fundit? Se përpara se të niste ishte mjaft aktive, po tani aktive është edhe tani, por normalisht që nga që zot shtëpijet dhe si themi ne domethënë ai shteti që po arrin, domethënë që arriti të ulet paktën për herë të parë në historinë e regjimit iranian të ulet dy lideret më të mëdhenj, domethënë jo Trumpin, por J.D. Vancein me Irakçin që të ulin dhe me kryetarin e parlamentit të ulin në një tavolinë, kjo i ka arritur vetëm Pakistani, pra deri më tani Pakistani është ajo forca kryesuese në këtë fushë apo në këtë tavolinë të diplomacisë. Ende s'kemi një marrëveshje tjetër gjëra punë, por Turqia vazhdon në diplomacinë e saj, pra me të gjithë rajonin, jo vetëm thjesht me Iranin, por edhe me Islamabadin, me shtetet e Hirit Persik, po ashtu me Arabinë Saudite, e cila me të vërtet ka një rol konstruktiv Turqia në këtë, por forca që të bindit të dy anët para të ulin tavolinë, normalisht që nuk është kollaj, është një gjë shumë e komplikuar e cila Irani u sulmua pra nga superfuqia më e madhe e botës së bashkuar dhe edhe Izraeli ishte. Dhe një shtet që pavarësisht se ne themi që ka aleat, domethënë Kinën apo Rusin, por në fakt këto janë duket domethënë tashmë pra dolin në paqë që nuk janë aleat. Ne kanë marrëdhënie me njëra tjetrin, por aleati është të jetë në ditën e keqe të jetë pranë, por me Iranin nuk ishte asnjë dhe nuk duket që do të jetë domethënë kush me Iranin, sepse konflikti i tillë apo zgjatja e këtij konfliktit dhe që të merret Amerika vazhdimisht me Iranin, kjo i intereson të gjitha forcat e tjera në horizonte që janë rivalet e Amerikës, pa Kina, Rusia, India, atyre intereson sepse harxhon energjinë e tyre siç e harxhoi Rusia që 4 vite e sa në Ukrainë dhe të gjitha zonat e influencës që nga Amerika Latine, Amerika Jugut, në rajon, pra në rajonin e Mesdheut, dhe të gjitha e humbi influencën e tyre, aq shumë ka humbur saqë Amerika tashmë ja ka marrë për të thuash është krejt totalisht influencuese dhe ka eliminuar influencën e Rusisë edhe në shtetet ish Bashkimit Sovjetik siç janë për shembull Kazakistani, Turkmenistani, Armenia e të tjera.